Në tregjet e vendit, çmimi i frutaperimeve vijon që të jetë i lartë. Më të prekur nga kjo situatë janë pensionistët, të cilët theksojnë se me pensionet e ulta e kanë të vështirë sigurimin e disa produkteve. Ja shikojni vetë, ju jeni familjar. Na ze koka bjen anus. Bjen anus? Nuk i përballoj më bab, jo. Dhe shqyqy që kemi fëmijët jashtë shtetit dhe i përballojmë se po të mos jenë ata vdesin të gjithë pensionistët dhe mbar populli shqiptar. Pensionet në Shqipëri janë më të diskriminuar në rrugë toksor. Në tregun e frutaperimeve pranë uzina Dinamos, çmimet kanë arritur nivele të konsiderueshme. 1 kilogram limon shitet me 200 lek, kungulli me 100 lek, domatja me 300 lek, brokoli po ashtu 300 lek, ndërsa lule lakra arrin në 250 lek për kilogram. Qytetarët kërkojnë ndërhyrje nga institucionet përkatëse për të stabilizuar tregun dhe për të mbrojtur konsumatorin. Ata theksojnë se nëse situata vijon me këto ritme, do të jetë akoma edhe më e vështirë për to të sigurojnë edhe produktet bazë të jetesës.